Еден ден пред Бајрам, продавачите на десерти велат дека сладките со шербет и понатаму се најпопуларни за купување. Сепак, според нив, празниците не се како порано, бидејќи нарачките се правеле и 10 дена пред празникот. Се уште има такви кои купуваат кори и јаткасти плодови за да си подготват десерти дома. Janë, mirë për edhe nuk janë sa që dohet, si kur ka qenë më përpara, kanë pas interesim shumë doje bile 10 ditë përpara Bajramit, ka i bë porosira, atash tobër. Po mu më duke se njerëzit ndodhin, kjo ndodhë se edhe hekin gurbet. Gjithë një është kjo për Bajram, ëmbëlsira me sherbet. Si për shembull sheqerparja, baklava, tollumbat, ka këtu edhe trileqe, edhe idiokat janë më të njoftura. Interesimi si gjithmonë. Korët, kadajfi, arat, çmimet janë njëjta. Çmimet s'ka lëvej që 3 vjetë, si këmi lëvej. Во меѓувреме, на Тетовскиот плоштад Сдруженијето Исламско единство подели над 5000 подароци на деца, носејќи радост и празнична атмосфера во пресрет на празникот. Që kjo festë e Fitër Bajramit jetë pak më ndryshe, duke dhuruar 5000 dhurata për fëmijët e qytetit tanë. Këta dhurata po shpërndahen dhe deri më tani, do me thënë aktualisht janë shpërndar afër 3000 dhurata. Normalisht përveç sheshit, ne kemi shpërndar edhe në disa qerë dhe në disa shkollat të tjera, gjithashtu edhe tek reparti i fëmijëve në spital, do me thënë janë shpërndar një pjesë e dhuratave. Празникот Бајрам доаѓа по 29-дневниот пост и еден од најважните за муслиманските верници.